lodhe kemi pasur papa, po ikim nga pëshqip, nuk e di si mu të vej halli. Qa të ndodhe pas i shkonim në Tiranë? Qa të ndodhi, do rrimë atje, të kryeministria, do zanë vendin atje, te ministria nuk luajmë mendje, kemi ndarë mendje, nuk luajmë mendje. Qa po ndodhë vërtet në Zharës? Do më thonë, pse gjithë kjo revolte juja, pse i nisu nga Zharës dhe në kam për Tiranë? Qa po ndodhë atje? Po bje të rënditje, ka janë rënditje, janë plasë të shpit, nuk e imaginon do të, nuk futesh do të shpit. Ambienti është kërë, ta nuk e di se qa bejnë, një zoti mafë, fillon ata lejnë internatën ati babu në parlament, ku vjen puna, njerëzit nuk më shtet njëri, po qa dhe shtu? Si keni kaluar gjatë gjithë këtyre 4 ditëve që po esni natën dhe ditën? Rrime kemi pasur, turturime, stot, shi. Ju do vjeni qadën dhe do rinja aty deri sa kërkesat e juaja të marrë zgjidhje? Deri sa të ashtu, deri sa të vej deri në fund, ne kemi ndarë mendje. Nuk luajmë me mendje. Në çdo moment, në çdo rast, qa djetë, vetëm një vdekje lartë qoftë. Qa kërkon ju konkretisht? Ne kërkojmë që bankës të shpërblimullet, ose na dëmë shpërblim për shpit, na themeli dhe në fund, ose na hiqi aty dhe të ikin vend tjetër. Për kaq. Pra, ju kërkoni dëmë shpërblim nga shteti për shpite juja të shkatruara dhe hetim në themel të bankësit dhe largimin e bankësit nga aty. Edhe biles të vit në kontrolloj të gjithë, jemi të gjithë me karbon. Nuk kemi një njeri të saktë, po vjen njerëz deri në 57 vjeç, po vdesin. Keni frikë të jetoni me aty tani? Kemi, normale që kemi. Normale që kemi. Shtëpi unë jam bërë viza, komplet. Po nona është qa, unë për qa do jetoj shtëpi. Nuk është për të jetuar valla. Nuk është. Më mirë vetë rri aty, letë mbrasin aty, e di që kam stakur trurin. E kam stakur, për qa është ty. Ku do vem? Ku do vem? Ata mendojnë gjithë kusht, na i bëtë kiri kone e beratit, qa qujnë ata? Erion Velia? Dhe gjithë qa fletë në televizor, ta një shreka. Me fillim, u be avokat me berat. Erdi puna nga i lenë si kone, me kone e firi, e kalem beratit, ka kaluar firi. Nuk e din qa mu të bëjmë. Nuk me ndonë asë njeri për një. Ju do të vazhdojnë proteste? Po. Do të vazhdojnë. Deri sa të marri fund fare. Deri sa të zyrët i mobet. Nuk u zyrët, atje nga ka. A do të bëni veprime të dhunshme para? Jo. S'kemi punë, ashe shajmë, ashe përfëndojmë. Do rrim ullur atje, nërë të bëjnë qatë të duan. Do zemë dherën atje, do ullëm i vetë, dhe dhe të rrim ku duan. Rrinë ku të duan, ose të vijen ata të rrinë shpitime, e unë vetë rrinë shpitë të tyre. Si ka qenë gjendja jote gjatë gjithë këtyre ditëve? Së mundë, isha spital, kalova, isha me kokra, me dregje, me shitan, kalova në për të martë, nuk ashtu. Unë anë sa kokra, më tha mos sethë shumë kemë, se e lojtari që është lojtari, nuk ke imaginon do të breth një orë e gjusë. Dhe ti ke ecur për sëri kam? Unë kam ecur prapë për sëri kemë. E po shkoj prapë në Tiranë. Kemi lejnë një natë në Lushje, një natë në Kavaj, e një natë në Vojë. Tani jeni drejtu drejt Tiranës? Jemi drejt Tiranës. Ka i kishë, faleminderit. Kishë edhe mu të është në Facebook. Po, është live. Live të hapës direkt, ta hes në për të tërë. Edhe mu të hes, edhe në për të gjithë. Qa ke hapës? Po ta shohin gjithë tani. Ta shohin të gjithë. Ta marrin vesh. Se po japin shpirë të shejtanit, jo njeriu. Ja nisur e familjet e juja për të ardhur për të protestuar? Familja jo, se plakën e kam me tromboz. Plako e s'mund e ka zënë ku beqyurit e nuk është njësë njëri. Familjet e tjerë? Po vinë atë buzë me makina, pastile për këtë punë, jo për këtë punë, po për shpinë e tyre e ne për shpinë tonë. Çdo njeri që ka ardhur, nuk ka ardhur as për politik, as për gjë. Kemi nevojë as për politikë, as për një gjë.
kemi të ushtruar, ka vajtë fletë e policisë edhe jep krye plaku atje në fshat. Pra juve ju kanë thirrë policia për të shkuar policia apo jo? Po. Dhe ju nuk keni shkuar? Po, normal ju nuk shkojmë se kemi bërë gjithë 3 kilometra rrugë, nuk themu mbrapa në rrugë. Nuk themu në rrugë, por çfarë do themu në rrugë? Ty mund të ndjekin penalisht tani më, me qenë se nuk ju ke përgjigj thirrjes policisë. Le ndjekin, unë s'kam edhe vresë. Mund të arrestojnë? Po tani mundet. Mundet. Po që unë qofse kam rana në njëri, kam shanë në njëri, po për këtë veprim nuk më ha mendja. Nuk më ha mendja se kam qëlluar në njëri, si kam rana në njëri në qatë. Dhe më sot. Tani, shteti me lek i hapër edhe, ku vjen puna dhe i thua dhe bën protesta dhja i të me fut brana vjen ndarit, nuk ka kohën ku ka njerës. Vjen kohë darkë në orën 8, policia, shteti. Vjen në orën 8, vjen rokete tjera, se ku ka njerës nuk të rasi. Të rrinë atje peshe hirë, të bëjnë fotografi, e ku vjen puna vjen kapën. Se ka shtetë kemi ne, po ikë shkon nga në dhe botës. Në çdo vend ka bota. Ikë në Qinë, Itali, Francë, Suedi. Ju nuk e keni problem që pajsin e përshqi? Po kemi ne, që të bëjmë? Në keqe. Ne s'kemi ardhë asë për tashë, s'ka marrë asë për protest, asë nuk duhet t'ja di fare, unë a marrë vetëm për shpi. Të bëj çfarë të duan. Në qoftë ashtu, hajde ata të vinë shtëpi tonë, ne vinë në shtëpinë atyre, të shikojnë një çfarë bëhet natën. Ose çfarë bëhet ditën. Ose çfarë ire vjen. Kaq, faleminderit. Faleminderit juve. Si? Do flasësh pak? Si s'po mundu fare. Ha? S'po mundu do të flas. S'po mundu të flasësh. Edhe zoti është me nevoj qanë. Sa futim në Tiranë, zoti qanë. Kaq. Ju do të vazhdoni protestën tjera? Po, normal, ju diskutoj. Nuk normal. Vendosi deri në fund. Jam shumë i vendosur për të gjë që kam bërë qëta për neve. Të gjithë, që janë të gjithë të televizuar, na mbështesin, do na mbështesin, jam shumë i bindur, shumë i bindur, që na mbështesin gjithë qytetarët, se ne këtu jemi për shtëpitë tona, nuk kemi për asnjë lloj force politike. Nuk na intereson politika. Ne na intereson që drejtësia e këtij vendi të vejë, mos të ketë me ndotje, mos të ketë me smundje, mos të ketë me këtë ajër pastër, jetojnë shqiptarë të vjetë. Po kam që atë me, jemi të vendosë për të gje, edhe jemi të vendosë dhe i fundë. Faleminderit. Jemi këtu për drejtësi, nuk jemi për parti. Drejtësive të shqiptarëve të bashkohen me neve, sidomos në veçanti rinisë shqiptare, që të ngrihet, na bashkohet për një drejtësi. Ministrë, po të vim, ne grevistët dhe gjithë bashkëshatarët e Zharzës, po të vim, na prit, hapi dyert, ne që kishe deklaruar se na kishe takuar.
po ta marrë për telefon? Ke rrosë. Bashkohuni me ne, ne jemi të drejtë, ne jemi në halin tonë, ne jemi Vizlaja dhe Shqiptarja. Gjithata qytetarë të cilës janë ankuar se nuk kanë pasur zë, gjithata që nuk kanë pas probleme, por nuk kanë përfaqësuar vetë në atë që kanë dash, dhe të bashkojnë këtyre banorëve që kanë bërë sakrificë shqiptare, ky nuk është hau i zarë të Shqipërisë. Ky është hau i çdo familje shqiptare që duhet vendos sot standardin për të reaguar bashkë, secili nga ne ka hau të drejtë, të gjithë të ta mbështesim me qëllim që politika një herë të gjithmonë. Shteti sotën dhe ai çdo nesër ta kuptoj se forca që ndodhet qytetarë dhe ta askush nuk ta abuzojë në drejtin pronës, në drejtin e jetës, një shprehjes në këtë vend. Nëse duam ta ndajmë Shqipërinë, pa diskutim që sot duhet jemi shumë qytetarë Tiranës në mbështetje tyre. Bashkimi do bëjë fuqim dhe Ministrinë e Energjetikës,
Aty do jetë tempu i shqiptarët në rënd për të fituar të drejtën e tyre. Aty janë mirëpritur të gjithë, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht bindjeve fetare, pavarësisht mbyrës, pozicionit hierarkik në shoqëri. Të gjithë kemi një problem. Fëmijët tanë nuk mund të rriten në një vend si ky, i cili është i pasigurt, zona është e pasigurt, në një kompani e cila ka lidhje fuqishme me pushtetin, vjen gafon mbi 500 shtëpi dhe nuk mban asnjë përgjegjësi. Altet, në rreth punë. Hajde, bravo. Bëjmë thirrje të bashkohet të gjithë si të bashkohemi në këtë moment, të gjithë qytetarët do të bashkohen për të shkallë që është vetëm e drejtë, jo politik, s'do mas qeveri teknike, as ligje negative, do vetëm drejtë të shqipton. Faleminderit. Resh për një. Hajde do lagemi pak, ne kemi të ditë të lagemi. Resh për një çuna. Resh për një. Resh për një. Resh për një. Resh për një. Çuna, resh për një. Një metër nga njëri tjetër. Resh për një. Resh për një. Atë vjeç. Prova aqui no minuto de Papá, fue en el rostro. Fue en el rostro.
Ne kemi njoftuar.
Ti pëlqen mesazhi? Mos sakrifisht të kjo të bëjnë tanë për të gjithë fëmijët më shkak. Sa për të bëjmë dinë gjithë. Po, pasko mashinën në të duhet të kreditë. Kjo është një gjë qytetare, domethënë, as të bllokuar trafiku në rrugë, as të shkruar gjë, as të dëmtuar gjë, prova publike në vend. Ka po tregojnë me qendres se si duhet jetë qytetari moket. Në Gandhi.
Pse u bashkohen protestë? Bashkova sepse besoj që është e grupit. Dhe njerëz.
Me gjithë është lajmëruar, nuk ka marrë asnjë masë, as për trafikun, as për mbarvajtjen, as një gjë. Funksionohet benka të shkon me vrapë.
Ha. Për ata ishin të zogë e gjitha. Ku janë këto medjet? Ku janë këto kamerat? Ku janë këto kamerat? Po s'është ngjarje kjo për ta, ngjarje është kur kërcen Erioni në autobus. Po të ishte Lali Eri tash të kërcen në autobus. Turpovi, vetë turpi të vendit. Vetë turpi të vendit. Turpovi. Turpovi. Turpi të vendit ju jeni. Edhe medjet e keni korruptuar. Se ju jeni korruptuar, po edhe medjet e keni korruptuar. Turp. Sta partit. Shikoje. Nuk ka parti. Ne jemi për shpit tona. Ne gjojmë shpit tona. Turpi. E mos me doni se kemi frikë nga juve. Nuk kemi frikë nga asnjëri. Ne kemi gjojmë drejtë tonë. Drejta është prona jonë. Prona, shpia jonë, kena frikë. Turp. Edhe medjet e kanë korruptuar. Shkojnë për tretat e tyre. Ta shikojnë një dy shqiptarë. Ka lindje politike, janë kyç, janë çuzuar, janë korruptuar, gjithë. Faleminderit Areta.
Faleminderit Areta, faleminderit. Faleminderit pranvera. Areta, shqiptarët zgjedhin shumica të shkojnë në çadrën e Partisë Demokratike të Shkretit. Mediat janë të korruptuara gjitha, asnjë kamerë dhe më tani, është vetëm një kamerë, një televizioni dhe të gjitha janë në live stream nëpër Facebook. Asnjë media kombëtare s'ka ardhur. Policia ka pas urdhër që ta rregullojë trafikin, as polici nuk ka. Faleminderit Ismina. Herojt janë ata të Partisë Demokratike që rrinë të çadra atje. Asnjë media se kanë lejuar me ardh. Janë gjitha të korruptuara. Në gjata, ke pa që shi proteste në herë. Ka nes 4 ditë kam, nga Zharza dhe në Tiranë. Kjo është dita e 4 që ka banor ecin kam. Janë goxhale Areta, në fakt po presin tjerë të zogu i zi, por janë bashku shumë qytetarë pothuajse. Janë bashku goxha shumë, sepse qytetarët kanë sensibilizu. Ka ardhur një autobus, ka ardhur nga Zharrëzi për Tiranë. Këta nuk kërkojnë shpërblim, këta kërkojnë thjesht shtëpitë e tyre, shpërblim për shtëpitë e tyre, jo shpërblim se kanë dalë në protestë. Këta kërkojnë të jetojnë në shtëpia e tyre, pa frikë. Shpërblim monetar ka për deputetët që marrin nga 2-3 milion lekë rrogë.
Ja se si bangër si po u pi gjakun banorëve të Zharrgut. Po këtë arsye këta po protestojnë sot. Jo, janë vetëm disa nga ta, në fakt to të parët, në qoftë se i shef, duke filluar nga këtu, ta kanë qenë rreth 19 ditë në grevuria, edhe nga greva janë nisur 4 ditë kam. Do më thonë, jo të gjithë kanë qenë në grevë, por këta që po shef tani kanë qenë të gjithë në grevë. Edhe këta. Po edhe pse kanë qenë, po edhe pse kanë qenë grevë është interesante se sa të fort janë. Domethënë kanë bërë disa ditë grevë dhe përsëri janë shumë të fort për të kërkuar drejtësi dhe për të kërkuar shtëpitë e tyre tek e fundit. Po këta me jeshile që i shef. Ja, janë këta me jeshile, kanë që e ndaluse, janë këta me jeshile. Janë mbledhur goxha shumë fakt deri tani, po pritet të vinë akoma. Faleminderit edhe ty që po na shikon nga Dubai. Populli po flet në arta sepse janë mbledhur goxha shumë. Nëse mund ta shikosh nuk e di sa e qartë është se është koha shumë e keqe. Ka goxha pjesëmarrës. Në fakt, kjo nismë është aq e fortë sa që këta janë nisur që 4 ditë nga Zharrga dhe çdo mend që do i shkojnë deri në fund kësaj nisme. Si mund ta shihni pra vetëm 3-4 veta me telefon, disa fotograf, media të tjera kanë shku tek çadra e lirisë në Tojza, që siç e kanë quajtur ata.
Ati sporti, erdhën. Po pa u goditur që. Po kam goditur që. Po. Po le temin. Drejta është drejt. Drejta nuk I mohohet shqiptari. Banorët refuzojnë të përgjigjen mediave. Jeti sale! Jeti! Tur, ka kaq ditë, kaq muaj. Tur, për të lëshat. Faleminderit.
Tur prej kujt? Prej të vëshes? Po. Banorët e Zharës refuzojnë t'i përgjigjen radio televizionit shqiptar. Banorët refuzojnë t'i përgjigjen radio televizionit shqiptar. Banorët thonë turp radio televizionit shqiptar. Banorët nuk I përgjigjen radio televizionit shqiptar. Ai bashkoni, dhe rrës për një ju lutem, se kish po gati protestët të një arqin e shastë. Në gjithë qytetarë të rrës për një. Të rrës për një. Kjo është një betej për dignitet, nuk është për beteja e shastë. është beteja e gjithë qytetarëve shqiptarë të cilët duan të dëgjohen. Këta nuk do shkojnë asnjë çadër. Këta do ngrenë çadrën e tyre politika. Të vijë dhe të gjithë hojnë. Po qytetarët kanë shkuar te politika, tashmë këta e thonë hajnë e Zharës këtu për të bërë simboli gjithë Shqipërisë e për të gjithë hajnë që politika duhet ulen gjujnë për gjujnë e popullit sa qojnë dhe të gjithë hajnë. Erdhi në rresh për një pa blokuar trafikun. Në rresh për një pa blokuar trafikun. Kush beson se qytetarët duhet jenë vendosur në drejtat e tyre I bashkohet si marshimi, në rresh për një. Merri sa shtuar Marinelli mrapa, unë ja kam bënë djerë për ta.
me shesëm, jo me korporatën, me shesëm, jo me korporatën. Bashkohuni atyre, me shesëm, jo me korporatën, 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 me shesëm, jo me korporatën. E jam pidhuri këtu, e jam pidhuri këtu, e jam pidhuri këtu, bashka me ne. E jam pidhuri këtu, e jam pidhuri këtu, e jam pidhuri këtu, bashka me ne. Shojnë njerëzit tani, vim vetë. Ju lutem, mundohuni korsin e hapi, ju lutem, një korsin s'kalojnë makina, faleminderit. Ju lutem, korsin hapen, s'kalojnë makinat, një korsin. Do me thënë një për një. Vazhdojmë për një. Ju lutem vetëm për një. Për një, ju lutem për një. Ju lutem për një me nga dalë. Dobra, po të ecim për një se. Ju lutem vetëm ecim për një. Ju lutem vetëm ecim për një. Ju lutem. Me shesëm, jo me korporatën, 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 me shesëm, jo me korporatën. Ja.
fare, fatto un video. Në mitë të pesa të ose t'i vetë Damiani Goshpirina, e të e nga të mështë. Qëta? Ne jemi për shtëpitë tonë. 120 km si u duken. Pak e losme, po prapë kur shikojmë mbështetjen e gjithë shqiptarëve që na japin, ne jemi më të fortë akoma. Ne nuk dëgjojmë kur. Shqiptarët ka traditë nuk dëgjojnë kur. sociale, ligjore, penale që sepse jo vetëm po na e kthejnë bekimin, pra pasurinë tona kombëtare, burimet kulturore nacionale, po i kthejnë në mallkim, po vënë edhe në rrezik serioz jetën e qytetarëve. Pra po vënë në rrezik, po vënë pikpyetje ekzistencën e një komuniteti tërë siç është Zharz. Po vënë pikpyetje jetën e banorëve. Po vënë pikpyetje shtëpitë, spitalet dhe shkollat e tyre. Një korporatë huaj e cila jo vetëm që nuk ka paguar asnjë qendar për argën e shtetit shqiptar, por ka shfrytzuar, ka abuzuar dhe ka përdunuar jo vetëm burimet tona ekonomike, jo vetëm komunitetin, por edhe klasën politike e cila sot ndodhet tuar lidhur kundrejt atyre të cilëve diu kanë ngrënë për shqip. Dhe sot kemi dalë në mbështetje të këtij komuniteti.
sot kemi dalë në shferje të këtij komuniteti që është emërtimi i padrejtësisë dhe emërtimi aktual i drejtësisë. Ndoshta që nuk ishte ashtu çfarë? Për ata që e kishin në rajt, po që të tonë dhe marshtimia historik i granitëve të zërtës, pati shkutim që do qëndroj aty kush haui, dhe Ministria në Egjitikës dhe Ministria e Egjitikës bëhet do të gjithë haui. Kërkesat e banorëve janë shumë të thjeshta. Ndërprerja e praktikave të paligjshme, të nxjerrjes së naftës përmes shpërthimeve, të cilat shkatrojnë shtëpitë e tyre. Sot janë 500 banesa, nga të cilat 70 të pabanueshme të tyre familjeve. Ndaj, në atë rast nuk mundet që ne pasurit tona publike ja japim disave për të pasuruar, ndërkohë që nuk garantohet as prona e atyre që jetojnë mbi këto pasuri. Kjo nuk është më betejë e Zantës, kjo është betejë e shqipërisë për qytet. Kërkesa e këtyre banorëve është ndërprerja e menjëhershme e kësaj praktike dhe ndalimi njëherë e përgjithmonë i shpërthimeve që shkatrojnë pronën. Në sipas Institutit Sismologjik Shqiptar, 2963 tërmete në 3 muaj kanë në Sharës. Imagjinoni të jetoni në një shtëpi ku bjen 30 tërmete në ditë. Na jemi me Sharës! Me Kërkesë tjetër e këtyre banorëve është të bëjmë shpërblen. Të gjitha shtëpitë e dëmtuara në vlerë reale, të me që kanë ardhur në shëndet. 90% e fëmijëve të Zharës rezultojnë me prumë në gjak. Kjo është e tmerrshme. Imagjinoni të rrisni një familje i cili rritet me plumë në gjak, jo për fajt të nënës, jo për fajt të babait, po për fajt se disa duan të pasurohen në kurrizë të këtyre banorëve. Bravo. Gjithmonë jemi ankuar se kemi vajtë e politika. Tani politika duhet vitë të banorët e Zharës të cilët përfaqësojnë frymën e Shqipërisë që ka nevojë për ndryshim. Sot jemi këtu, pasi pas 21 ditësh grevë, politika nuk dënjoi të vinte në Zharës. Sot jemi këtu, që ata të detyrohen të zgjidhin të hau, nëse politika nuk vetet as zgjidh hauin e qytetarëve, aty ku është haui qytetarët, jemi vjeçari të ri dhe e vitit 2017 në Republikën e Shqipërisë, e marrin hauin në krah dhe ja çojnë te dera atyre që ja u shkaktojnë të hau.
Alfeti, është një nga maratonomak të Sharpës, i cili ka bërë 21 ditë krevurie në dytë e 126 kilometra deri këtu. Alfeti, Eltoni, është një nga maratonomak të Sharpës, i cili ka bërë një premtim ministrit energjetikës. Dëgjoni një premtim i bërë dhe mbajtën. Unë jam qytetari thjesht. E kam batu këtë premtime, e kam thënë dhe do të mbajt deri në fund. Nuk rikësore se ka deri. Zotit e bjerë, hajde këtu, zgjidhja dhe të këtë popullin, me qenë se ti nuk jene vetë të të rrët, kur unë ishte i kulluar, tani i pojtë qenë forcën, hajde këtu ja të këtë derë, se ti nuk e përtyr me të këtë derë, në këto folor që atuja. Gjikdur, erdhën në tjerë pine e kafe dhe nuk të njove të vinë atje, erdhën në këtu është do tjere. Ke pregatitur gënjeshtën e radhës, pa nuk ka hapë këtë radhë. Na kesh puterin sa të cilët e nga tona. Bon vëzë me ndinjet tona, bon vëzë me jetën fëmijëve ta. Fali që ta. Kalojmë para që t'jemi të gjithë këtu. Maratonomak të Zharcës, që sot përfaqësojnë një standard të ri qytetar, të cilit ju